Shkencëtarët llogarisin se kur mund të marrë fund njerëzimi me 95% siguri. Një formulë matematikore kontroverse pretendon se mund të japë një afat të mundshëm për zhdukje në njerëzimit. Sipas kësaj llogaritje ekziston një mundësi prej 95% që njerëzimi të mos mbjetojë më shumë se rreth 17.100 vjet, megjithse shumë shkencëtar e kundërshtojnë këtë përfundim. Teoria e njohur si argumenti i fundit të botës nis nga vlerësimi se gjatë gjithë historisë kanë jetuar rreth 117 miliard njerëz. Studiuesit supozojnë se njerëzit që jetojnë sot zonë një pozicion të rastësishëm në historinë e njerëzimit dhe nuk janë veçanërisht të hershëm. Sipas këtij supozimi, ka 95% mundësi që 117 miliard njerëz që kanë jetuar tashmë të përbëjnë të paktën 5% të gjithë njerëzve që do të ekzistojnë ndonjëherë. Me që 100% është 20 herë më shumë se 5%, 117 miliard shumëzohen me 20. Rezultati është rreth 2/34 trilion njerëz si numri maksimal i parashikuar. Me ritmet e sotme të lindjeve njerëzimi do të arrinte këtë shifër rreth 17.100 vjetësh. Sipas mbështetësve të teorisë, kjo nënkupton një mundësi prej 95% që njerëzimi të zhduket brenda këtij afati, qoftë për shkak të ndryshimeve klimatike, luftës bërthamore, pandemive apo katastrofave të tjera, por teoria është shumë e debatueshme. Kritikët thonë se ajo bazohet në supozime tepër të thjeshta dhe nuk merr parasysh faktorët e panumër që mund të ndryshojnë të ardhmen. Nëse njerëzit kolonizojnë planetë të tjerë, zhvillojnë teknologji të reja ose mbijetojnë për miliona vjet, llogaritja humbet vlefshmërinë. Argumenti bazohet tek parimi kopernikan, sipas të cilit njerëzimi nuk zë një pozicion të veçantë në univers. Për ta shpjeguar, studiuesit imagjinojnë të gjithë njerëzit nga i pari tek i fundit të vendosur në një vijë kohore. Nëse kanë jetuar tashmë 117 miliard njerëz, teoria thotë se statistikisht është e mundshme që numri total të mbetet relativisht i kufizuar se sa të rritet pafundësisht. Ndërkohë, një studim i publikuar në maj paralajmëroi se popullsia globale mund të pësojë rënje të madhe që në vitin 2064, nëse krizat mjedisore kufizojnë ndjeshëm kapacitetin e tokës për të mbështetur njerëzit. Në një skenar ekstrem, popullsia mund të përgjysmohet rreth atij viti. Megjithatë, studiuesit theksojnë se ky nuk është një parashikim, por vetëm një skenar matematikor ilustrues që tregon se sa e ndjeshme mund të jetë popullsia ndaj ndryshimeve të papritura.